Janë modele nga Lezhë, stilimet të realizuara nga stilistët e Aeromod School të këtij qyteti dhe sigurisht ka spektakël. Moda në Fokus 6 ka prezantuar punimet e stilistëve të reja, ndërsa është shoqëruar me një mbrëmje të veçantë. Protagonistët janë të emocionuar dhe prezantojnë ndjesinë dhe punën e tyre. Sot jam shumë emocionume, do zotim del mirë edhe shpresoj që ta pëlqejnë veshjet e mia. Shumica janë luksi, po. 90% janë luksi, por normalisht kur vinë për veshjet të përditshme nuk ka se i kthej mbrapsht edhe ato. Kam punuar edhe me VIP siç i quajmë jo këngëtar ose personazhe që janë të njohur sot në tregun e Shqipërisë. Faktikisht unë jam frymzuar nga Beyoncé, se është idhullim. Dhe duke parë domethënë veshjet e saj kam marrë frymëzim shumë nga ajo. Dhe besoj se është mirë që cillim carisinë lëre se jemi lodhur me të vjetrën. Linja e veshjeve të mia janë modern vintage. Shpresoj t'i pëlqejnë, t'i duar trokasin. Ka shumë rëndësi për faktin që sjellim rësi sa më shumë në rrethin e veriut, Shqipëri. Ky event i përvitshëm ka marrë edhe vëmendjen e disa prej personazheve publike. Moda në Lezhë për ta është një rësi dhe veçanti. Ne këngëtar gjithmonë kemi nevojë për gjëra të bukura, gjëra të veçanta, duhet jemi pak më unik, të paktën kur kemi realizime të klipeve apo performancat tona nëpër koncerte. Kështu që është diçka e bukur edhe i kam shikuar me shumë vëmendje. Janë shumë të rëndësishme këta lloj spektaklesh, sidomos për ne që kena vendosur me hyrë këtë fushë, gjithashtu edhe për publikun, sepse vjen dhe shihet bukurinë e vajzave lezhjane. Janë shumë të rëndësishme, pse jo të shikosh veshje, të blesh në një veshje. Dhe më vjen shumë mirë që ky event bëhet pikërisht në Lezhë, sepse të ri dhe vetëm ka nevojë të vishën ashtu si duhet. Dhe tendencët e fundit unë i pash dhe sot, për këtë gëzohem shumë. Organizatorja e këtij spektakli, Lorena Malçi, e cilëson një sukses këtë event. Moda në Fokus 6, mund ta quajmë paktën deri tani, ishte spektakli më i suksesshëm, më i bukur normal, por dhe më i suksesshëm vetë nga prania e njerëzve, sepse në këtë pasarilë sonde ishin mbi 600 vetë paktën që kishin ardhur thjesht për ta parë. Dhe besoj se janë kënaqur të gjithë. Ku ka spektakël ndodhet edhe televizioni Rozafa. Edicioni 6 Moda në Fokus që organizohet në Lezhë nga Aeromod School ka prezantuar stilimet më të reja në një spektakël që ka shënuar pjesëmarrje maksimale. Protagoniste në një mbrëmje elitare është edhe televizioni Rozafa, i cili do ta sjellë këtë spektakël të plot në ditët në vijim.